Zëvendës kryeministra, njëherësh ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku ka prezantuar drejtorin e ri të postës shqiptare Etienne Xhafaj. Balluku shpreh se Xhafaj është një profesionist i sprovuar në disa fusha, po ashtu ndau vlerësime edhe për ish drejtorin e postës Ardit Demirin, për të cilin tha se do të mbajë një tjetër pozicion po brenda postës shqiptare. Ministra tha se synohet në vijim të optimizohet procesi i shërbimeve postare dhe procesi i shërbimeve financiare. Etienne Xhafaj është një bashkëpunëtor i hershëm i imi. Kemi punuar bashk në disa pozicione, pasi Etienne ka një karrierë të gjatë nga Ministria e Ekonomisë, Ministria e Financave, më pas zëvendës ministër i jashtëm, zëvendës ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, deri në momentin në 2021, kur u larguara pra nga ekzekutivi për t'ju kushtuar politikës një mandat të qarkut të Tiranës, pra si deputet i qarkut të Tiranës. Drejtimi i postës shkon në duart e një profesionisti të sprovuar, i cili ka një eksperiencë të gjatë në disa fusha të cilat lidhen ngushtësisht me objektin e postës shqiptare dhe në bashkëpunim padyshim me Admirin. Unë besoj që do optimizohet procesi i shërbimeve postare, por mbi të gjitha procesi i shërbimeve financiare. Për ne është shumë e rëndësishme që posta me të gjithë shtrirjen që ka, me të gjithë kapacitetet njerëzore që ka, të performoj duke optimizuar shërbimet financiare. Pa e humbur Admirin nga radhët tona, ai do të ketë një detyrë tjetër, sigurisht në të njëjtin sistem, pasi, siç u thash, është një aset i jashtëzakonshëm njerëzor dhe qeveria shqiptare, kryeministri Rama, ashtu siç ju e dini, ka në fokus ngritjen e kapitalit njerëzor. Xhafaj në fjalën e tij deklaroi se posta shqiptare është një vlerë publike më shumë se sa një institucion. Unë besoj që posta shqiptare është një vlerë publike, më tepër se sa një shoqëri aksionere, më tepër se sa një institucion. Zëvendës kryeministri e tha shumë mirë që prioritetet, por dhe i jetë gjatësia historike e këtij institucioni që ka 113 vjet që ekziston, e bëjnë një peshë përgjegjësi, por sigurisht edhe një sfidë të cilën ne të gjithë duhet ta përballim me sukses. Janë bërë avancime të jashtëzakonshme, por besoj që kemi ende shumë për të bërë, sidomos në 3 drejtime. Së pari, posta është shërbimi që është më afër të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Me mbi 2500 punonjës, ne duhet të jemi shumë të ndjeshëm, veçanërisht ndaj atyre që janë më në nevojë. Prandaj shërbimi dhe shërbesa duhet jetë prerogativa e parë e çdo punonjësi, nga më i fundit duke filluar nga unë. Së dyti, sigurisht ne do të duhet të kalojmë një periudhë, jemi edhe në fund viti, pra po bëhet buxheti për vitin e kaluar, dhe duhet kemi një fokus të veçantë tek rritja e eficiencës, për t'i maksimizuar të gjithë ato që janë shërbimet dhe për të fokusuar në shpërndarjen e tyre sa më gjerësisht. Ai u shpreh se institucionit i duhet të fokusohet tek sfidat që vijnë duke përmirësuar shërbimet dhe duke garantuar funksionim efikas për qytetarët dhe për bizneset.